Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Hani sa më shumë mistra të pjekur gjatë verës dhe do befasoheni me atë që ju ndodh. Mistri është një produkt me shumë vlera që duhet të jetë gjithmonë pjesë e vakteve tuaja. Asnjëherë mos harroni se mistri ka një përmbajtje të lartë të karbohidrateve dhe shumë fibra. Kështu që konsumojeni sa herë që keni mundësi, pasi i bëni vërtet një favor organizmit tuaj. Mistri gjithashtu siguron një pjesë të madhe të vlerave ditore të acidit folik, një vitaminë shumë e rëndësishme kjo që luan një rol të rëndësishëm në zhvillimin e dur të fetusit në shtatzani përgjatë 3 mujorit të parë. Ky lloj ushqimi është një burim i pasur i vitaminës A, B dhe E, tiaminës dhe niacinës, acidit pantotenik dhe është një burim shumë i mirë i mikroelementeve dhe ka një përmbajtje të lartë të fibrave. Gjithashtu mistri përmban vlera shumë të larta të antioksidantëve duke ndihmuar në parandalimin e problemeve të ndryshme si Alzheimeri dhe ulja e inflamacionit. Mistri është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për dietën tuaj. Mistri i verdh ka vlera të larta të fibrës të patretshme që u bën mirë edhe bakterieve të stomakut duke i ushqyer ato. Gjatë stinës së verës mjafton një kallim mistri për të ofruar momente të veçanta të kënaqësisë. Mistri i pjekur ose kokrat e mistrit të zjerë të lyera me fara me pak gjalp, gjithashtu nuk kanë të krahasuar me përfitimet dhe shijet unike. Prej kohësh, mistri i verdh është përçmuar nga njerëzit që i frikëshohesin karbohidrateve. Ndaj në këtë video, sipas ekspertëve të Brightside, do ju përcjellim vlerat që përfiton organizmi nga konsumi i mistrave. Mistri është një burim i mirë ushqyes. Sipas të dhënave të Brightside, duhet të konsumoni sa më shumë mistër përgjatë stinës së tij, pasi është i pasur me ushqyes që përfshin antioksidant, beta-karoten dhe lutein. Janë karotenoidet ato që japin ngjyrën e veçantë mistrave. Karotenoidet janë të dobishme në parandalimin e sëmundjeve të syve, ndaj thuhet se karrotat na ndihmojnë të shohim në errësirë. Mistri përmban vitaminën B dhe C, së bashku magnezin dhe kaliumin. Mistri ka më pak sheqer se modha. Mistri i verdhë dhe i ëmbël mund të supozohen se kanë shumë sheqer. Një kallim mistri përmban të njëjtën kalori sa molla, por më pak se 1/4 e sasive të sheqerit. Mistri i verdh ka një sasi të lartë të fibrës së patretshme që u bën mirë bakterieve të mira të stomakut dhe i ushqen ato. Shumë njerëz kanë tolerancë të kufizuar ndaj glutenit. Mistri i verdh nuk përmban gluten. Në formën e miellit, mistri përdoret për përgatitjen e makaronave pa gluten, një varietet i shëndetshëm në krahasim me alternativa të tjera. Shumica prej nesh kemi mungesë të fibrave në organizëm. Si çdo perime tjetër, mistri i verdh është një burim i jashtëzakonshëm i fibrave që i bën mirë sistemit tretës. Përzgjidhni mistra në kallim të mirë formuar me gjethe me ngjyrë të gjelbër dhe mostaqe të arta. Informohuni për kohën e mbledhjes së kallinjve të mistrit dhe blini vetëm ato që janë të freskët. Kjo sepse me kalimin e kohës, kokrat e mistrit transformojnë në sheqerin në niseshte dhe humbasin në ëmbëlsinë e tyre dhe shijen e lëngshme. Nëse gjethet janë të thata dhe pa jetë, atëherë duhet të thuhet se mistrat janë më të vjetër dhe pa shije. Pas blerjes, konsumojeni mistrat shpejt ose i ruani të paketuara në frigorifer për të mbajtur edhe pa cënuar shijen, aromën dhe lagërshtinë e tyre. Kallimt e mistrit mund t'i vloni lehtë dhe më pas t'i shkëpusni kokrat e tyre. Ato mund t'i ruani për një periudhë më të gjatë të paketuar edhe në ngrirje. Pa diskutim kështu janë zgjedhjet më të mira se kokrat e gatshme të konservuara. Mistrat e verdh janë një përbërës mjaft i shëndetshëm, sidomos në sallatat tuaja të freskëta, si dhe në shtesat të mrekullueshme të turshive dimërore. Mistrat mund t'i piqni në furrë ose në zgarrën e sobës. Kështu do të keni përfitimet e tyre unike në dobit të shëndetit tuaj. Nëse doni të përmirësoni edhe dietën tuaj dhe të ndikoni gjithashtu në rritjen e vlerave të tij, atëherë mistri duhet të jetë pjesë e pandare e ushqimeve tuaja më të shijshme, duke ditur edhe vlerat e veçanta që ato kanë në mbrojtje të organizmit dhe parandalimin e një sër komplikacionesh. Ekspertët e cilësojnë mistrin si një nga zgjidhjet më të mira të dietës suaj të përgjithshme, duke konsumuar atë qoftë në formën e pjekur ose në formën e zjerë. Atëherë vlerat që do të marrë trupi juaj nga konsumi i tij
do ta bëjnë atë vërtet të veçantë në mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e një sër shqetësimesh. Ekspertët e cilësojnë mistrin si një nga zgjidhjet më të mira për shëndetin, prandaj duhet të përfitoni nga stina dhe ta konsumoni atë vazhdimisht. Mistri është i pasur me vlera ushqyese të larta. Ai ju siguron kaloritë që nevojite në bazën ditore për një metabolizëm më të shpejtë, por gjithashtu një burim i mirë i vitaminës A, B dhe E dhe shumë mineraleve të tjera. Përmbajtja e tij e lartë e fibrave luan një rol të rëndësishëm në parandalimin e problemeve të tjera si kapsllëku, hemoroidet, probleme të shëndetit tretës. Mistri është një produkt shumë i mirë edhe për organizmin. Mistri është i dobishëm për shëndetin pasi përbëhet nga ushqime cilësore. Përveç rritjes së aromës në çdo vakt që i shtohet, ai gjithashtu siguron mbrojtje edhe kundër sëmundjeve kronike pasi është i pasur edhe me fitokimikate. Këto janë përfitimet më të mira për shëndetin tuaj nga konsumi i mistrit sipas ekspertëve të Elsait. Ai është i pasur në minerale të shijshme. Mistri përmban minerale që janë të dobishme për trupin: fosfori, magnezi, mangani, zinku, hekuri dhe bakri, që gjenden në të gjitha varietetet e tij. Ai gjithashtu përmban sasi të vogla të mineraleve të seleniumit, të cilat janë të vështira për të gjetur në shumë dieta normale. Fosfori në misër është i nevojshëm për të rregulluar rritjen e shëndetit të kockave dhe funksionin optimal të veshkave. Përveç kësaj, magnezi është shumë i rëndësishëm për ruajtjen e ritmit të zemrës dhe rritjes së dëndësisë minerale të kockave. Mistri është gjithashtu një depo i vitaminave. Rekomandohet që ta shtoni atë vazhdimisht në dietën tuaj. Mistri është një produkt shumë i mirë edhe për shëndetin e syve. Degenerimi makular dhe katarakta janë shkaktarët kryesorë të çrregullimeve vizuale më të zakonshme në botë dhe në verbëri. Ndërkohë që infeksionet dhe pleqëria janë ndër shkaktarët kryesorë të këtyre sëmundjeve, edhe ushqimi mund të luajë një rol të rëndësishëm në shfaqjen e tyre. Karotenoide si zeakanthina dhe luteina, të cilat janë dy antioksidantë të pranishëm të mistri, kanë përfitime të rëndësishme për shëndetin e syve. Kokrat e mistrit janë të pasur me vitaminën A, e cila është një vitaminë e rëndësishme për shëndetin e syve, dhe me karotenoide që reduktojnë rrezikun e dëmtimit të shikimit. Mistri është një produkt shumë i mirë dhe një burim i energjisë. Falë sasive të larta të karbohidrateve që përmban, mistri është një burim energjie. Karbohidratet sigurojnë energjinë e nevojshme për funksionin e duhur të trupit dhe të mendjes. Ato janë gjithashtu të rëndësishme për ruajtjen e shëndetit të trurit. Mistri është një nga ushqimet më të mira për të konsumuar nëse doni të rrisni gjithashtu energjinë e trupit dhe të keni një formë më të mirë fizike. Mistri ndihmon në uljen e kolesterolit të keq. Sipas Journal of Nutrient Biochemistry, konsumi i mistrit redukton kolesterolin e keq duke frenuar përthithjen e kolesterolit në trup. Ky reduktim i kolesterolit të lipoproteinave me dëndësi të ulët përfshin reduktimin e sëmundjeve të zemrës, parandalimin e arteriosklerozës dhe pastrimin e përgjithshëm të radikaleve të lira në trup. Mistri ul rrezikun e hipertensionit. Mistri përmban fitokimikate fenolike që rregullojnë presionin e gjakut dhe parandalojnë hipertensionin. Përveç kësaj, mistri është i pasur me vitamina B, të cilat janë të dobishme për funksionet optimale të gjendrave mbiveshkore. Lëkurë dhe flokë më të shëndetshëm do të keni me konsumin e mistrit. Meqense ka vitaminën A dhe beta-karoten, mistri është i dobishëm për shëndetin tuaj të lëkurës. Gjithashtu mbron lëkurën nga rrezet e dëmshme të diellit falë përmbajtjes së lartë të vitaminës C. Vitamina E, një tjetër vitaminë e rëndësishme për shëndetin e lëkurës, gjithashtu e bën lëkurën të shëndetshme. Është i dobishëm për shëndetin e flokut për shkak të acideve yndyrore omega 3 dhe omega 6 që mistri i mban me shumicë. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.